Mirë se erdhët në gjithçka rreth makinave në kanalin ku qajmë hallet dhe japim informacione për gjithçka që lidhet me makinat. Në këtë video do t'ju jap disa këshilla që nuk ua thot askusht. Jemi zyrtarisht në dimër dhe vështirësitë për mirëmbajtjen apo pse jo edhe ngarjen e një makine janë nga më të mëdhat dhe nga më të ndryshmet. Qëndroni në këtë video. Së pari e nisim me disa shërbime të nevojshme që duhet t'i bëni makinës me qëllim që kur t'niseni për një rrugë të gjatë, të mos keni nevojë që të shkoni tek kisha e laçit apo diku tjetër, me qëllim që makina t'ju çojë dhe t'ju kthej prapë mbrapsht nga destinacioni që ju kërkoni të shkoni. Për të pasur një udhëtim sa më të sigurt dhe të qetë, duhet që të siguroheni që gomat t'i keni të mira. Ne në Shqipëri gomat i shohim përgjithsisht nga llokma, kanalet, janë bë fusha po nuk janë bërë dhe asnjëherë nuk i shohim për nga viti i prodhimit. Ato në fakt ndrohen çdo 30 apo 50.000 kilometra në varësi edhe të markës së gomës dhe mënyrës së përdorimit të makinës. Një gomë që ka kaluar 5 apo 6 vjet nuk bën më. Tani në dimër, idealja është që të përdorni goma dimri, pasi japin më shumë siguri në frenim dhe në ecje dhe sigurisht nëse dilni jashtë shtetit duhet që të keni goma dimri dhe jo goma 4 stinat. Sidomos në disa vende të Evropës që edhe ju ndëshkojnë nëse nuk i keni gomat e dimrit dhe jo 4 stinës. Një tjetër detaj i rëndësishëm janë edhe diskofrenat apo tamburot. Zakonisht këto ndrohen në 60 apo 80.000 kilometra, por edhe kjo varet nga mënyra se si shoferi e ngjet makinën. Pra, është një shofer i qetë apo agresiv. Është një shofer që gjithmonë frenon me të pestin pa bërë zbritje marshi, siç na ka mësuar dikur Xhaxhi Bedriu në autoshkollë, dhe nëse është një shofer agresiv, do të duhet që makinës t'i ndroj tamburot çdo më herët se 60.000 apo 80.000 kilometra. Si mund t'i kuptoni tamburot nëse janë të konsumuara apo jo? Do të ndjeni një dridhje të timonit sa herë që ju frenoni. Një tjetër komponent shumë i rëndësishëm që mund t'ju lejë në rrugë është edhe bateria e makinës. Temperaturat e ulta nxjerrin në pa
dobësitë e tyre. Është mirë që t'i bëni një testim për voltazhin që prodhojnë ato dhe nëse është e nevojshme duhet t'i ndërroni sepse ka bateri që nuk japin shenja paralajmërimi, por thjesht vdesin pa e marrë parasysh se jeni në majt malit apo në mes të askundit. Nëse dëgjoni një fërshëllim të çuditshme teksa ndizni makinën në mëngjes dhe temperaturat janë të ulta, duhet shihni ripin e dinamos. Ai mund t'ju lejë në rrugë dhe është më keq se sa bateria. Do t'ju duhet me patjetër që ta merrni makinën me karroatret dhe të shpenzoni disa para më shumë. Tani në dimër ripi dinamos rrezikon të shpërbëhet pasi në fundit është gomin dhe fillon të fërshëllej, slidoj dhe të kputet. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, ka të bëjë me mënyrën se si sillemi ne me makinën. Kjo është shumë e rëndësishme sepse varet jetëgjatësia e saj në kambjo, freksion dhe motor. Nëse je duke ngarë një makinë me kambjo manuale dhe gabimisht i fut pestin në vend që t'i fusësh marshin e tretë, xhirot e motorit do të bien sapo ti lëshon freksionin dhe motori fillon të dridhet dhe po punon në kushte jo normale. Gjithashtu edhe nëse i fut të tretin në vend të marshit të pestë, xhirot e motorit do të rriten dhe të dyja rastet motori po vuan dhe ti po rrezikon të prishësh freksionin e makinës, kambion dhe motorin. Sa është dëmi, do të pyes dikush nga ju. Nuk di t'ua them eksaktësisht, por gjithë ne e dim se sa kushton një freksion i ri, një kambjo dhe një motor. Më mirë bli një makinë të re se sa t'i vësh një motor të ri makinës. Ndaj, ju ftoj që t'i merrni parasysh këto që thash, pasi mua nuk mi ka thënë njeri, por i kam kaluar mbi kurriz. Por kjo nuk do të thotë se jam një shofer i keq. Kaq edhe për sot dhe mos harroni të bëni subscribe nëse videot që unë prodhoj ju pëlqejnë. Ndërsa për sugjerime jam i hapur dhe pres që t'mi shkruani në koment. Mirupafshim dhe shihemi në videon e ardhshme. Faleminderit që më ndiqni.